قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Allahun e madhreshëm e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wa salam është rob dhe i dërguar i tij. Dërun vëllezër, ne kur kemi folur për arsyeën e përzgjedhjes së surës El-Kehf, kemi treguar disa arsye, mirë po një ndër to ka qenë nga se në këtë surë janë të përmbledhura sprovat më të rrezikshme me të cilat mund të përballet njeriu në jetën e kësaj bote. Kemi folur në fillim të surës El-Kehf për sprovën e fesë, kemi folur për sprovën e pasurisë dhe tash duke filluar nga ajeti 60 do të flasim për sprovën e diturisë, ku Allahu e tregon këtë sprovë nëpërmjet një tregimi, ku personazhi kryesor i këtij tregimi është Musa alayhis salam, që ka qenë pejgamber i Allahut, por jo vetëm kaq, ka qenë prej ulul azmve, prej pejgamberëve më të dalluar, nga se ne e dimë se Allahu ka dërguar shumë pejgamberë në tokë, e Musa alayhis salam ka qenë prej 5 pejgamberëve më të dalluar, nga se Allahu i ka dhënë libër të shenjtë, i ka dhënë mrekulli të panumërta dhe po ashtu i ka folur direkt pa ndërmjetësues. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allahu Musait i ka folur me fjalë, do të thonë pa ndërmjetësues. Personazhi i dytë i kësaj ngjarje është Yusha ibn Nun, që ka qenë nxënës i Musait alayhis salam, një djalashëri që më vonë bëhet edhe pejgamber, ku dorën në së cilit Allahu e çliron Kutsin. Nga se ne e dimë se Musa alayhis salam nuk ka arritur që ta çliroj Kutsin, sa ishte gjallë. Kështu që pas tij në dorë e merr këtë çështje Yusha ibn Nun, që ka qenë pejgamber i Allahut. Në ditën e xumës është një ngjarje shumë interesante, ku Allahu i than ligjet e tij kozmologjike për Yusha ibn Nun. Në ditën e xumës ka pasur edhe pak kohë derisa të perëndonte dielli, ndërsa Yusha ibn Nun ka qenë duke luftuar për ta çliruar Kutsin. Dhe ne e dimë se tek Bene Israilet dita e shtunë ka qenë ditë e dalluar, ku është daluar lufta në atë ditë. Kështu që Yusha ibn Nun e sheh që është e pamundur që të fitohet lufta para perëndimit të diellit. E në qoftë se perëndon dielli, i bie që lufta duhet ndalet. Kështu që Yusha ibn Nun e bën një lutje duke u drejtuar diellit, duke i thënë: "O diell, ti e urdhëruam që të perëndosh në kohë të caktuar. Mirë, po edhe unë jam i urdhëruar nga Zoti që ta çliroj sot Kutsin, kështu që ndalu." Dhe Allahu i madhreshëm sebeb lutjes së tij të sinqert dhe edhe pse ka qenë rob i tij i dashur, Allahu e thën ligjin e tij kozmologjik duke e bërë që dielli të ndalet, të mos perëndoj në afatin e caktuar që ka qenë për të perënduar, derisa ta merr në dorë Kutsin Yusha ibn Nun. Dhe kështu ndodhi, Kutsi çlirohet në dorën e Yusha ibn Nun, që ka qenë pejgamberi i Zotit. Personazhi i tretë i kësaj ngjarje është Khidri, që thuhet se ka qenë pejgamber, thuhet se ka qenë njeri i dashur i Zotit, i ditur. Allahu e di më së miri, të rëndësishme është se ka qenë një prej njerëzve të ditur për cilin Allah i madhreshëm na lajmëron në Kur'an. Para se të hyjmë të komentojmë ajetet kuranore, po e bëjmë një parahyrje duke përmendur një hadith ku e transmeton Buhariu dhe Muslimi, edhe arsyen se pse ka ecur kjo ngjarje. Musa alayhis salam një ditë ja mban një ligjërat Bene Israilve. Pas përfundimit të ligjëratës vjen një njeri dhe ja bën një pyetje Musait alayhis salam, duke i thënë se a ka njeri më të ditur se sa ti. Musa alayhis salam nuk u mendu fare shumë, duke e ditur se ishte pejgamber i dalluar i Allahut, tha nuk ka njeri më të ditur se sa. Unë jam njeriu më i ditur. Kta nuk e tha nga mendjemallësia, mirë po duke u nis nga se ishte i përzgjedhur i Allahut.
E Allah i madhreshëm për këtë gabim që e bani, e qortoi dhe ja dha një mësim të mirë duke i thënë se është një njeri që ka dituri më shumë se sa ti në disa prej gjanave. Kështu që Musa a.s. kur ndëgjoi për këtë njeri, me njerë e luti Allahun që t'ja bënte nasib, me thënë ta takonte këtë njeri edhe të mësonte prej tina. Dhe Allah i madhreshëm ja tregoi vendodhjen e këtij personi duke i thënë se ky person gjenden në vendin ku bashkohen dy detrat. Dhe si shenjë takuese për ta është humbja e peshkut. Pra do ta marrësh një peshk me vete dhe në atë vend që do ta humbasësh peshkun, aty do ta gjesh Khidrin apo këtë person që ka njohuri më shumë se sa ti në disa prej gjanave që Zoti e ka dallu. Kështu që Musa a.s. me njëherë niset me Yusha ibn Nun për të atakuar këtë person. Tash fillojmë edhe i sqarojmë ajetet kuranore, ku Allah në ajetin e 6 të surës El-Kehf thot: "Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayni aw amdiya huquba." Pra përkujto kur Musa a.s. i tha djaloshit, pra këtij djaloshit që e shoqëronte që ishte Yusha ibn Nun, ku tha: "Do të vazhdoj së ecuri, nuk do të ndalem derisa të arrij në këtë vend ku bashkohen dy detrat dhe të atakoj domethënë Khidrin, këtë djalosh për cilin Allahu më informoi se ka dituri më shumë se sa. Edhe në qoftë se kalon nga jeta ime shumë kohë. Pra edhe në qoftë se kalon nga jeta ime vite e dekada, unë s'do të ndalem së ecuri derisa të atakoj këtë person dhe të mësoj prej tina." Shikon e vendosshmërinë e Musait a.s. Pra pse Musa a.s. kishte kënë vendosshmëri kaq të madhe? Nga se e dinte rëndësinë, peshën e dijes. Pra ai që e din rëndësinë dhe peshën e dijes, e din se këto vite që do t'i kalon duke e kërkuar atë nuk janë humbje kohe. Mirë po janë shumë të rënda në peshore nesër kur do dalin para Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye, ne çuditmi shpesh herë për gjeneratat e para nga besimtarët dhe shpesh herë na duken që janë hiperbola. Qysh kanë sakrifiku atë shumë për të kërku ndoshta një hadith. Qysh ka tregu Buhariu për Xhabir ibn Abdullah që ka shku te Abdullah ibn Unesi, distancë 1 muaj ditë ka ecë vetëm për ta ndëgjuar një hadith, jo për të marrur për të kryer fakultet, për të marrur diplom, mirë po vetëm për ta ndëgjuar një hadith. Pse gjithë kjo sakrificë? Nga se ata e dinin vlerën e dijes. Për ta, Katadja thot, po të mjaftohej dikush me diturinë që kishte, kish me qenë Musa a.s. Nga se kishte dituri të bollshme për të adhuruar Allahun këtë botë. Mirë për momentin kur mor vesh se dikush ka njëri më shumë se saj, me njëherë ones për të shku tek ai edhe për të mësu. Dhe kjo na tregon për rëndësinë që e ka dija në Islam. Për ta tregon, po i marr vetëm 2 ngjarje për të treguar rëndësinë dhe peshën e dijes që kanë pas tek gjeneratat e para dhe ata u banën sebeb që neve më në ardh ky Islam në duart tona. Tregohet për Ebu Jusufin që ka qenë një prej nxënësave kryesor të Ebu Hanifës. Pra e ka shoqëruar Ebu Hanifën mbi 20 vite, shoqërim të përpikt. I ka vdekur evladi, i ka vdekur fëmia Ebu Jusufit. Dhe Ebu Jusufi nuk po ndalet nga shoqërimi me Ebu Hanifën. Edhe në këtë rast, po e lën djalin e tij tek të afërmit që ta përgatisin kufonën, ta rregullojnë, ta lajnë dhe ta çefinosin, dhe ky tha se unë kam punë me Ebu Hanifën, nga se në qoftë se fol diçka, jep në imsim, e unë nuk prezantoj aty, do t'i bi pishman për ta jetën. Prandaj, më të rëndësishme konsideronte marrjen e dijes sesa prezantimin në përgatitjen e kufomës së evladit të tij. Imam Aliku, Allahu e mëshiroft, një ditë Harun al-Rashidi kërkon nga Imam Aliku që të shkonte në pallat dhe ta mësonte. Imam Aliku për t'i treguar atij, por edhe neve, rëndësinë që ka dija, peshën që ka dija, edukatën që duhet ta kemi ne ndaj kërkimit të dijes, çka i tha? Tha el ilmu la yati bal yu'ta ilayhi. Tha dituries i shkohet, dituria nuk vjen shpejt. Pra për të kërku dituri apo për të bërë pjesëtar i diturisë duhet me kërku, duhet mu lodh, nga se dija nuk të vjen, domethënë pa u angazhu për ta kërkuar ata. Nga se dituria është e shtrenjtë dhe nuk i jepet përveç atij që munduhet për ta. Pra duhet t'i dhënë shumë që t'jep pak dituria nga vetja. Andaj Musa a.s. do thot e bani këtë vendosshmëri aq të madhe, duke i thënë këtij djaloshit, do të eci, nuk do të ndalem derisa të atakoj këtë njeri për të mësuar prej tij, nga se e dinte rëndësinë dhe peshën që ka, domethënë dituria. Musa a.s. ishte pejgamber. Puna e tij ishte që ta mësonte
popullin, mirë po i dha përparësi kërkimit të diturisë më shumë se sa mësimit të popullit për shkak të rëndësisë që ka, domethënë arritja e diturisë. Ku është ky bashkimi mes dy detra? Që i tha Musa a.s. do të shkoj derisa të arrijnë në vendin ku bashkohen dy detrat. Shënkiti, që ka qenë prej tefsirologëve më të mëdhenj të bashkohor, ka thonë se ky vend është i panjohur prej neve, edhe pse ka pretendime të shumta ku aludojnë se ku është ky vend, e rëndësishme është se nuk dihet, e rëndësishme ka qenë se në këtë vend Musa a.s. e ka takuar Khidrin. Pastaj Allahu po thotë: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Momentin kur arritën në vendin ku bashkohen dy detat, Musa a.s. u ul me pushu me Yusha ibn Nun. Dhe tash Musa a.s. flet. Pushoi, ra me flet. Ndërsa Yusha ibn Nun ishte duke qëndru dhe e pa peshkun e tij që e kishin në atë kofën duke e bartur, që ishte peshk i ngordor, sa që disa prej dietarëve thonë ka qenë i përgatitur, i fërguar, bjen në ujë dhe fillon me lëviz, dhe në vendin që lëviz formuohet si një lloj tuneli. Mirë po Yusha ibn Nun nga edukata që kishte ndaj Musait nuk e zgjan nga xhumi dhe thotë se si të zgjohet nga xhumi do ta informoj. Kur të zgjohet nga xhumi Musa a.s. harron tash Yusha ibn Nun që ta informon për humbjen e peshkut, e që ishte shenjë se në këtë vend do ta takojnë Khidrin. Kështu që nisën edhe ecën atë ditë, atë natë plus atë nesër. Pastaj pasi që ecën gjithë këtë periudhë kohore, Allah thot: "Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba." Pasi që ecën, tash Musa a.s. po i drejtohet këtij djaloshit që kishte përcjellës me vete duke i thënë se jemi uritur kogja shumë. A na jep atë drekën që kemi marrë me vete, ushqimin që kemi marrë me vete, afroj tash që ta ngrojmë. Pra më ne, vendosshmëria e madhe për të kërkuar dituri, dëshira e madhe për të takuar Khidrin, ka bën që të ecin me ditë të tëra dhe të mos e ndjejnë fare urinë edhe etjen. Pastaj Yusha ibn Nun ju kujtohet rasti që ka ndodhur. Pra pasi që kanë ecur edhe një ditë më shumë, ju kujtohet se ka humbur në një vend peshkun, e që ka qenë vend takimi me Khidrin. Dhe tash po i thot Musait a.s. Qala ara'ayta idh awayna ila sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa shaytanu nadhkura wattakhadha sabilahu fi al-bahri ajaba. Tash Yusha ibn Nun po i thot Musait: apo të kujtohet ai vendi ku jemi ulur me pushu? Thot çaty e kam humbur peshkun. Dhe thot nuk më ka bën me harru askush pas shejtanit. Shikoj edukatën që do ta ketë besimtari me Zotin. Nuk tha që Allahu më ka bën me harru, mirë po tha shejtani. Siç tha Ibrahimi a.s. wa idha maridtu fa huwa yashfin. Tha kur të sëmurem o Zot ti më shëron. Pra sëmundja vjen prej Zotit. Po, Allahu të sëmur. Mirë po, edukata e tij të keqen ja ka adresu vetës, ndërsa të mirën Zotit. Çka tha? Kur unë o Zot sëmurem, ti ja i që më shëron. Domethënë shërimin ja ka adresu Zotit, ndërsa sëmundjen ja ka adresu vetës. Edhe kjo tash po thot shejtani më ka bën që me harru, nga se shejtani mundohet me mish dhe me shpirt që çdo herë me bën me harru njeriu nga veprat edhe punët e mira. Wattakhadha sabilahu fi al-bahri ajaba, dhe po ja tregon se çysh peshku ka ecë në një mënyrë të habitshme në ujë. Dikush mund të më vet. Çysh ka mundësi me harru Yusha ibn Nun këtë ngjarje ku është mrekullinë vete. Peshku i ngordor, i përgatitur, po bjen në ujë dhe po lëviz. Çysh ka mundësi këtë ngjarje me harru? E para ka mundësi nga se kjo bëhet me lejen e Zotit. Allah ka caktuar që ashtu dhe harruar. E dyta thonë dietar, nga se Yusha ibn Nun aq shumë ka pa mrekullinë nga Musa a.s. sa që edhe kjo ka bërë diçka e zakonshme. Pra ka jetu me pejgamber, ka jetu në kohën e mrekullive, e shfaqjes së mrekullive, sa që edhe kjo mrekulli ka dogë diçka e zakonshme, nga se është mësu duke pa mrekulli për çdo ditë. Pastaj Allah po i përshkruan fjalët e Musait që po ja thot Yusha ibn Nun, duke i thonë: "Qala dhalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa." Tha o Yusha ibn Nun. Tha këta kemi qenë duke e kërku. Pra humbjen e peshkut dhe Musa a.s. u gëzu dhe u kthy nga kanë ardhur për ta gjetur vendin se ku ka humbur peshku, që takohen pastaj edhe me Khidrin a.s. që në momentin kur kanë arrit në atë vend e kanë pa Khidrin të ulur, po ashtu në atë vend që Allah i ka thonë se në atë vend që do ta humbasësh peshkun, do ta gjensh edhe Khidrin ku do të mësosh prej tij. Pra këto ishin disa prej ajeteve që sot i sqaruam, e inshallah këtë ngjarje do ta vazhdojmë në javën e ardhshme.
Elusme Allahun e Madhreshëm të na falë, të na mëshiron. Elusme Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tonë Allah të shëroj, të vdekurit tonë Allah të mëshiroj. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.